Kisha një pyetje, nëse hyn në shtëpi të reja, duhet me bërë me vlud? Jo. S'bëhet me vlud kur futesh në shtëpi të re, as në shtëpi të vjetër, as në shtëpi të përdorme. Se ekziston. Edhe ata që ja kanë bërë me vludin dhe ja kanë shpik për herë të parë, po ta ngjëshin këtë muhabet, do të gjujshin me domate. Do të thoshin çfarë bëjnë këto më vëlla. Ne e kena bë me vludin që të bëhet në muajin e mevludit, në muajin që ka lind pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kurse këta shqiptarët, do thoshin ata që kanë bë me vludin, këta e bëjnë për syrin e tij. Këta e bëjnë për fejes, këta e bëjnë për vdekje, këta e bëjnë për shtatat, këta e bëjnë për 40-at, këta e bëjnë kur i vdekmi ka mush vitin, këta e bëjnë kur futen në shtëpi të re. Pra edhe ata do të bëheshin pishmon, po ta merrshin në vesh ata që kanë bërë me vludin për herë të parë, se çfarë bëjnë shqiptarët me vludin, do të thoshin me vludi është bidat, ka drejt Hoxha Ahmet Kalaja, që thotë është bidat me vludin. E kanë masakru me vludin e shkret, e kanë degeneru, e kanë nxjerr nga binarët. Ka vdek baba, thot, unë po festoj ditëlindjen e pejgamberit alayhis salam. Baba ka mush 40 ditë që ka vdek, për këtë arsye unë po festoj ditëlindjen e pejgamberit alayhis salam, po bëj me vlud. Se çfarë kuptoj? Kam bë çunin sunet për këtë arsye, po festoj ditëlindjen e pejgamberit alayhis salam, por zotni. Për Zotin Allah, për Zotin më ta bëm morrin me diabet, me pankreas.